Blerë Muharremi është një nga këngëtarët që ka ditur gjithmonë të dhurojë emocione në skenë dhe nuk e ka humbur buzëqeshjen edhe në ditët e tij më të vështira. I njohur për ndjeshmërinë e lartë emocionale dhe lidhjen e fortë me familjen, këngëtari është goditur nga një lajm i tmerrshëm që e ka shkatruar shpirtërisht. Janë ca dhimbje dhe humbje që zemra nuk i mban dot, prandaj ndodh që ato të ndahen me të tjerët. Përmes një postimi rrënqethes në rrjetet sociale, Blero ka ndarë me ndjekësit lajmin e hidhur për ndarje nga jeta të Tezës, me të cilën kishte një lidhje shumë të fortë shpirtërore. Ai ka treguar një sekret për Tezën që pak vete e dinin. Teza e Bleros është binjakja e mamit të tij. Blero ka hapur zemrën me një dedikim prekës, duke përshkruar Tezën jo thjesht si një familjare, por si person i kyç që i dha dritë rrugtimit të tij, duke cilësuar pas një hezitim si nënën e tij të dytë. Ai ka publikuar një foto pranë Tezës, duke shoqëruar me fjalë të ndjera që dëshmojnë zbraslinë e madhe që ka lënë largimi i saj nga jeta. Blero shkruan: "Sot humba një pjesë të shpirtit tim. Tezja ime, binjakja e nënës time, për mua është një nënë e dytë. Do të më mungosh gjithë jetën, u presh në paqe o shpirt i bardhë", janë fjalët e shkruara nga artisti. Kur të ikën një nënë e dytë, një pjesë e shpirtit largohet bashkë me të. Një shpirt i pastër u kthye sot pranë krijuesit, duke lënë një zbrasti që vetëm kujtimet e saj mund ta mbushin. Në këto momente të rënda zije dhe pikëllimit të thellë, të gjithë bashkohen me dhimbjen e familjes Muharremi. Ngushëllimet më të sinqerta Bleros dhe familjarëve të tij për këtë humbje.